largoj produktet e para. Temperatura e duhur, le të piqen të dyja paralelisht. Kemi përfunduar me pastiqen meszetare, me perime, me mish të grirë edhe me beshamel. Do të vazhdojmë tani tek receta e tretë dhe le t'i tregojmë produktet fillimisht se çfarë përmban kjo recetë dhe çfarë bëhet fjalë, ndërkohë që ne duke punuar, duke shijuar dhe kakaon mokador. Kërpudha, tavë kremoze me perime, kërpudha djath. Pra ju sollëm 3 tava të ndryshme sot të shpejta. Kjo tavë e fundit do të përmbaj një qep, një karot, një kungulleshk, një domate, 300 gram kërpudha, 2-3 lug vaj, 2 lug gjalp, 1 lug miell, 400 ml pana, 100 gram djath, krip, piper, përsëri arë muskat dhe majdanos i freskët. Produktet i kemi në tryez, përgatitemi tani për ta përfunduar recetën. Kërpudhat janë kërpudha normale në përvasketa, zgjidhni të preferuarat tuaja, janë shumë të shëndetshme, janë zëndësuese shumë të mira të proteinave. Shtoj. Ja, vajin që të fillojmë me të parat. Vaj dhe pakës gjalp. Zarar madhe. Zarar madhe. Si që është i ngrohtë, thjesht, bëj një të tillë, një lëvizje të tiganit dhe direkt unë vendos qepët me pakës. Si në sreti kripën. Dhe i vë pak sa kapakun. Nuk kam nevojë që të lë perimet të bëhen shumë, sepse janë të perimet e tjera. I largoj. Këtu kam kërpudhat. Kungulleshkat edhe karotat. Ndër tre këto produktet, e para që vendoset është po, sepse do më tepër kohë karota. Pakës, ujë, gabimet aromatike. Një përzierje të lehtë. E ka në vendin këtu. Atëherë, le të marr një taljer. Po, kem gati domaten, qep, karot, kungulleshk dhe domate. Këto janë perimet për tavën, kombinuar me kërpudha. Zgjidhni ju tavën tuaj të preferuar për ta përgatitur. Mund të zgjidhni pastiqen meszetare, suflen apo tavën me kërpudha dhe me perime. Për këto ditë, njëra prej tyre do të jetë e zgjedhura për ta shijuar. Të treja po ashtu, edhe nëse nuk arritët dot që ti shënonit produktet e dy të parave, edhe të tavës që përgatisim tani, mos u mërzisni direkt në kanalin ton në YouTube Reze Dielli me produktet, me mënyrën e përgatitjes, si gjeni aty në rubrikën ton gatimi. Të gjitha recetat është një rubrikë më vete. Ja, dhe pra nuk e dua që të jetë në salcë. E hoqa edhe këtë punë. Merat, pa tjetër që janë merat. Duhet që ta lëm pak më tepër karotën, që të zbutet, edhe qepa bashkë me ujin, në ndihmon për të bërë më transparente. Ja, kështu. Shtoj. Kungull.
Atëherë, le të marrë diçka tjetër, sërish këtu. Kemi dhe 2 minuta për ta përfunduar recetën dhe për të ritakuar me Reze Dielli pas fleshit informativ nga kolegës tanë, ku vëmendja do të përqendrohet sot në grup moshën e 3 të moshuarit, vetmia e tyre, do të nxjerrim problematika që ekzistojnë në vendin tonë, si mund të krijojmë uralitëse për t'i ndihmuar ata dhe për të qëndruar më shumë pranë, duke patur parasysh faktin që edhe familja tradicionale është përbërë, familjet janë më të vogla, fëmijët janë larguar, prindrit janë të vetmuar, gjë që ndikon patjetër dhe kjo situatë në gjendjen e tyre shëndetësore, fizike, psikologjike. Çfarë duhet bërë më shumë për të moshuarit? Kjo është pyetja dhe mund të përfshiheni dhe ju në bisedë, duke na dëgjuar dhe duke dhënë pse jo dhe mendimet tuaja, mund të jepni përshtypjet tuaja, ndjesitë në këtë ditë ku flitet për të moshuarit. Një përzierje e mirë, i patë shumë mirë që bëra një spërkatje. Me miell, që të përthithet pak lagështia. Po, që mos të thithi dhe shumë vaj. Marë, një sekond që kam unë këtu. Të gjitha enët i kam... Ja, të kjo tepsia do t'i shtojmë ndoshta. Shtoj. Panën. Atyllëre. Pezët. Një pirun, shpejt. Proteina nga vezët tona Ovital, me vitamina, me proteina të duhura për çdo gatim për të nisur ditën. Siç e shihni, kemi përdorur sot edhe te pasticcia tek beshameli, tani edhe tek tava. Pra, kemi Niki pak ujë të lutem këtu. Opa. Po. Përthithet kollaj nga të lumt. Vajin e kam të djegur. Nuk do ta lëm të piksen shumë. Absolutisht jo. Sepse gjithçka përfundon sërish në furr. Jo, nuk do lodhe me ta fare, me direkt këtu. Do ta lëm aty të vazhdoj procesin. Okej. Doni në furr, shumë mirë. E kemi thënë, letrën e aluminit, si të doni ju. Një kështu rresh të tretë në të kundërt, në të kundërt. Patjetër që dhe i ka menduar gjërat që në tigan dhe bëhet avash. Po. Dhe kjo është ajo tava që ngjyhet me çap. Do të jetë kremoze, ndaj dhe titullin e ka tavë kremoze. Kjo ishte pra bëhet në tigan të thellë, kaq. Që ka edhe kremozitetin nga djathi, nga pana, kërpudhat gjithashtu që shtuam edhe i lyem pak me miell dhe perimet që i bashkuam sipas ngjyrave dhe shijeve që ne preferojmë. Të lumshin duart. Kjo ishte receta e fundit për t'i parë edhe një herë të përfunduara me fotot e tyre përkatëse në rrjetet tona sociale apo në YouTube-in ton Reze Dielli. Shihemi pas pak. Të lumshin duart, bashkë nesër.